Gjon Karica, përshëndetje, mirë se erdhe një kafe me labin. Jemi bashkë një transmetim të drejt për drejt. Është hera parë që të kam studio? Po, hera parë, faleminderit shumë. Gjon, e di që zakonisht janë mësu me të po edhe shikues edhe ata ndoshta që e klikojnë me do video interesante, me do videoklipe, lugati, vër migjeron, vër ndryshime interesant. Po, Lobi, unë mundohem që cili art modern, mundohem që cili disa gjona që nuk janë po, edhe do më thonë nisna edhe prej personalitetit tem se edhe vetë do më thonë pëlqejnë ato sene që i bëj, edhe jam mundona sa ma shumë me qenë original në atë kuptimin për karakterit tem që kom. Interesant edhe flok. Faleminderit shumë. Faleminderit. Interesant edhe flok. Kështu i ki edhe në klipin e fundit? Po, edhe në klip është në gjyra flokëve njëjtë. Po, kur jemi të klipi, pse shtine zëzake me knush qef? Jo, konga ka qenë moti edhe akon vetëm për mu, po duke ndëgjuar kongën do më thonë, se kam bo para 3 vjetëve, edhe kam vrejt gjithmonë një munges një zoni të femnur, edhe nuk dojsha me ndryshu tekstin, dojsha me mbet që të mbetet Shqip, edhe ajo ka qenë arsyja dhe kam pyetat Gjesin Hennessy dhe ka qenë shumë e mirëpritur do më thonë, edhe kam mësu tekstin edhe e kënoj. Okej, unë tani këto momente se e bashkë me ty, kisha dasht me shiku edhe me ndëgju kongën, edhe pse konga pak është Kogja e rrezikshme është. Po, ne ta dëgjojmë, ta shikojmë, me cenzura është për emision, kështu që nuk o shumë. Qështë përdo këtë ashtë që po eshe? Me cenzurë veç. Po, shë për herë porë në televizion, të më thonë, e mësu gjithmonë në iPhone me e këshyre dhe ka njerë po blokohet dhe kështu është hera porë që e posh, mirë shumë. Besoj që ata që më dojnë, preferojnë, besoj që kam ju pëlqy. Kushe ka bo tekstin kongën? Kongën e ka bo Anton Nue, tekstin e kam bo unë edhe Anton Nue, videoklipin e ka bo Max Production, stylist ka qenë Kaci, art direction Andrea Bresi, edhe po këta ka qenë do më thonë ai stafi i vogël, mas Maxit, Max Production, cili është shumë i madh, këta ka qenë. Okej, unë e di që ti nuk ndalësh vazhdon prap me interesante dhe do fotografia, do sende që kemi publikuar i pavave që qikova para prakisht, kështu që është interesant, po qysh po shkon, ti nuk je veç, nuk po mvaresh për muzikës, puna, qysh po shkon në Zvicër? Mirë po shkon puna, tash për momentin nuk po punoj ma shumë me rreth muzikës, e kom edhe një biznes vogël, kështu që mirë. Qaj biznesi vogël, qysh po shkon? Mirë po shkon qaj biznesi vogël, e kom një salon atje, një salon ku i kom 3 punëtor, kështu që mirë po shkon. Mirë po shkon. Po. Okej, unë po të rrej sparishnet e pastaj sukses e gjithat mirat. Faleminderit shumë, faleminderit që isha këtu, edhe shimi tjera herë. Inshallah veç për të mirë. Faleminderit. Okej.